Kemi shumë stok, për të thënë të vërtetën, janë për llogaritet rreth 6.000 ton vaj ulliri stok akoma, por ajo që do të thoja, të jepja një mesazh është që akoma nuk ka filluar turizmi në Shqipëri, të jenë sigurt që gjithë sasia vajt ullirit do të tregtohet gjatë periudhës së verës, ku fluksi i turistëve është jo vetëm fluksi i turistëve është shumë i madh të cilët blejnë, por edhe konsumi në restorantet, kryesisht të Bregdetit, është gjithmonë edhe më i lartë. Kështu që të jenë të sigurt që të kenë vetëm kujdes në ruajtjen e vajt ullirit, ruajtjen në cisterna dhe fuqi inoksi, në ambiente të errta, në ambiente të freskëta, jo në ambiente të jashtme ku temperatura shkon deri në 40 gradë, por të ruhet në mënyrën e duhur. Për të shitur i gjithë ky vaj do të shitet.